Vrasja e Ilaria Sulës ka marrë një vëmendje të madhe në të gjithë Italinë teksa vijon puna për zbuluar më shumë detaje nga kjo ngjarje. Hetuesja e çështjes ka shkuar në burgun Regina Coeli, aty ku ndodhet vrasësi i Ilarias, Mark Anthony Sampson. Ky i fundit ka ndryshuar sërish dëshmin, pasi më parë kishte deklaruar se ju bë presion nga shqiptarja për notat dhe se ajo kërkoi ndarjen, shkruan La Repubblica. 23 vjeçari me prejardhje filipinase dëshmoi para hetuesve se e kishte gjetur Ilarian duke folur me mesazhe me një person tjetër. U futa në dhomë dhe i gjeta Ilarian duke folur me mesazhe me dikë. I kërkova të më tregonte telefonin dhe ajo po fliste me dikë tjetër. Më pas ajo më ktheu unazën e fejesës dhe aty e humba të ruan. Nuk e pranova dot ndarjen dhe e vrava, i tha Sampson hetueses në një bisedë prej 5 orësh. Prokuroria po vijon punën për zbardhur detajet, teksa ka zbuluar se përveç nënës së autorit, edhe 2 miq të Sampson janë përfshirë në fshehjen e trupit të Ilarias. Autori me prejardhje nga Filipinet i mori jetën 22 vjeçares shqiptare në debate sipër, duke e goditur me thik, teksa bashkëpunëtore ishte edhe nëna e 23 vjeçarit, e cila dëshmoi se ndihmoi në pastrimin e njollave të gjakut nga shtëpia dhe fshehjen e trupit.